Mirado ligji për bonusin e kurrikut. Ja si të përfitoni, Kryeministri Edi Rama ka firmosur zyrtarisht ligjin që parashikon dhënien e një bonusi financiar për pensionistët dhe familjet në nevojë gjatë muajit korrik. Kjo nismë vjen si pjesë e politikave sociale të qeverisë për të ndihmuar shtresat më të prekura nga krizat ekonomike. Përfituesit përfshin pensionistët, personat me aftësi të kufizuara, si dhe familjet që marrin ndihmë ekonomike. Ligji është publikuar tashmë në fletoren zyrtare dhe është në fuqi. Vlera e bonusit është parashikuar të jetë rreth 150 euro për çdo përfitues, shumë që do të shpërndahet një herë të vetme gjatë muajit. Shpërndarja pritet të nisë në datat e para të mesit të korrikut dhe do të zgjasë disa ditë për të mbulluar të gjithë përfituesit. Janë rreth 700.000 qytetarë që do të përfitojnë nga kjo masë, që konsiderohet një mbështetje e rëndësishme për buxhetet familjare. Ky hap është vlerësuar si një ndihmë direkte për përbalimin e kostove në rritje të jetesës. Fondet për të skemë vijnë në një paketë financiare dedikuar që kap vlerën e disa qindra milion eurove nga buxheti i shtetit. Qeveria synon që përmes kësaj mase të zbusë sadopak pabarazinë sociale dhe të ofrojë një lehtësim konkret në muajin e verës. Shpërndarja do të jetë organizuar dhe mbikëqyrur për të garantuar që ndihma shkon te personat e duhur. Zyrtarët kanë theksuar se çdo abuzim do të ndiqet me masa administrative dhe ligjore. Për të përfituar bonusin, qytetarët duhet të ndjekin një procedurë të thjeshtë, të paraqiten në sportelet e postës shqiptare ose të kenë llogari bankare aktive. Ata që janë të regjistruar në skemat përkatëse do të njoftohen automatikisht për datën e marrjes së shumës. Kjo shpërndarje me 2 kanale, fizikisht dhe elektronikisht, është menduar për të evituar vonesat dhe grumbullimet. Për çdo paqartësi, qytetarët mund të drejtohen pranë njësive administrative apo të telefonojnë numrat zyrtar të informimit publik. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.